tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqoni me Glam Radion dhe me Koa Vizionin, po shpresojmë që keni pas ditën e mirë, po shpresojmë që keni shijuar dhe motin e mirë, i cili domethënë ka qenë mëngjes herët, për ata që në zgju herët, ka qenë me shi, pastaj ka filluar me undrejqe dhe tash e keni me diell këtu në kryeqytet. Për qytetet tjera kena me marrë vesh me telefonatat e juaja që i presim për gjatë emisionit për temën që kena me diskutuar, të njëjtën kohë edhe me informatat rreth komunikacionit, fotot që mund të më dërgoj qysh tani në 049 me mu, do më thonë është një kolege i me krejtësisht e re, nuk pren, jo. Është prezentohet, lutem. Përshëndetje fjolla këtu. Ku je fjoll? Përshëndetje krejtëve ku do qeni duke u shoqëruar me Glam Radio në këto momente. Që shta dhe kolegu jemi më i ri, okej. Që po kena me qenë për 2 orë bashkë me folë për komunikacionin edhe për temën. Sot këna vendosë mi u kthy pak në kokë, kisha me thonë, mi u rikujtu se shpesh nga rutina, nga monotonia, nga angazhimet, nga dinamika jetës harrojna ka një arsim për çka ëndrojmë ose çka kemi ëndru, ose shpesh na ndodh që të na realizohen ëndrat për pa e kuptuar. Do më thonë se morin vesh hiç, a? Nuk e merr vesh hiç kaniherë që jetu ëndrën tënde. Okay. Kështu që sot kena me fol për ëndrën e realizuar ose ëndrat e realizuara. A është realizu, a jeni në realizim e sipër, apo jeni në pritje për me u realizu e ndriti? Njënën prej ëndrave ka realizu, kështu që ju urojmë sukses e djaloshit ton. Tem për ty? Unë i kam edhe disa ëndra, po, një u realizu që ka qenë kryesorja, tjerat edhe mos mu realizu, fort nuk e kom problem. Për atë dhe të dhash tërk të qoftë. Po, tash ka dhe diçka mes aty diçka tjetër. Ka ëndra, të personale, ka ëndra profesionale. Apo më kupton? Jo, okej. Ëndër është ka nga që kam na shoqëruar në vazhdim, është Denk edhe Noizi. Për drejt në YouTube, në glamradio.fm, në koa.net, mundën me na ndjek gjithandej. Pra nuk ka arsye me thonë jo se s'moj të miu pas se dolëm. Tap telefonin me veti edhe mundeni me na ndëgju. Sa i përket komunikacionit, ka kolon për momentin rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës. Kolon e gjatë. Pastaj po shihet pjesa poshtë Veternikut e ngarkuar për tek rrethi Duplex, e ngarkuar është edhe bulevardi Bill Clinton tutje deri tek udhkryqi i katedralës, shnet, e vërtet. Edhe këto janë informatat e para që kanë arritur sa e përket komunikacionit. Mos harroni Petrol Company po ju pret gjithë juve me derivatet më cilësore, edhe për juve që doni me rimbush makinën me derivatet më cilësore, shkoni në Petrol Company në Fush Kosovë, sepse e keni 1.19 benzinën dhe dizelin, e të njëjtën kohë bëheni edhe pjesë e lojës shpërblyese. 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe kështu mundri me qenë fitues potenciali veturës që po ju pret tek Petrol Company. Hajde fillon se e kemi gati për telefonatën e parë. E ki po që ata u goqa e jepsha. Të jem shumë e lumtur se po më qaf me i dëgju ëndrat e secilit. Sa ëndrën e mirë kena me dëgju. Alo. Dhe jo vetëm. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Asman, si je? Mirë, faleminderit. Mirë. Ëndra e realizuar. Realizuar, ka shumë, po realizuar, po milioner. Na tash po dojmë me ditë të realizuara, se pa realizuara. Lista është e gjatë. Tregona një që e vlerëson edhe ndjesh krenar ose je i lumtur që është realizu. Kam fëmijë me shëndet shumë. Okej, fëmijët me shëndet. Mirë. Faleminderit shumë, Osman, përshëndesim. Gjithashtu. Hajde gjithat mirat. Kisha pas qef mu distancu pak ka kjo pjesa e familjes, se nuk besoj që ka njeri që nuk ëndron familje të shëndosh. Me vërtet. Dhe njëkohësisht ka familje që nuk janë në të njëjtën situatë, edhe kisha dashur me shkoput pak prej kësaj, me na tregu për ëndra të tjera. Ka ardhë kemi përplot ëndra. Një foto Dimantijas që po thomë i bo në miqit. E jo, Lulja na ka dërguar një foto adem bukan kështu kulaça. S'pat nevojë me na provoku, po okej, ora 4:05 minuta, rrafsh. Tha veç për emisionin tem. Shumë faleminderit. Çfarë ka shkruar veç për emisionin tem, edhe na ka dërguar faleminderit shumë. Ju bofshin mirë juve se dikush është di. Erën janë njëta, domethënë.
Nëse Trojmë temë. edhe ju që jeni në vetura, po besoj që të njëjtën ndjenjë e keni pas. E nxahon për juve që doni me pas një ndjenjë krejt tjetër në shtëpinë tuaj, për juve që doni me përzijat stilin, me marrë një divan ndryshe, dhomën e gjumit ndryshe, jo kështu seta që vinë, ose edhe një tavolinë ngrënjes, edhe kur ti përzini krejt to keni me përfituar deri në 50% zbritje te Ken Zahom, çagllavic kilometrin e 6 e gjeni. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje. O, përshëndetje edhe për ty, si e në gjatë? Mirë faleminderit Arsin, me juve. Si kalon? Mirë faleminderit. Peja me dill? Po, sot ditë e mirë. A i thoni ju me dill, a me dill? Se me dhënë dhe dhënë. Pejon që i thoni. Qysh? Me dill. Me dill, a fshe? E dërë ta mërë qip e dijen. Me dijen. Po, me djell, po dhe e divi që lënë dhe dhënë që aty e keni ngatë. Po, se E vërtet është kjo. Zi edhe për të ta. Ëndër e realizuar, cila është ëndra që duka realizu? Po që s'mi ko pa dëshirë të bëhem basketbolist, Arsin. Edhe dhe diku mu ka realizua e ëndët se 100 të pare ko Magim Kasapollin, në instruetori i basketbolit. Po. Masa ndej komentatori i TV Prishtinës, TV Kosovës, masa ndej Dani Shalmanin e ishi u vrastike të Splitit e Gjugoslavis, dhe Michael Jordanin e NBA, të ato dojë për tjej në vëmendje. A ke qenë basketbolist në herë? Aktiv jo, po kështu me shkolla ke luzi kur më konë Beograd, studime kom luzi për fakultetin e Okej, do më dhone pas ke realizu deri dikun, rregull është. Po, Shumë faleminderit që na ke telefonu. Shumë faleminderit që na ke telefonu. Ju, përtoj që emisionit ju e të zgjatën dhe për një orë. Po besoj me bokit tonë në realitet. Kalofsh mirë, faleminderit shumë e pas një pasditet mrekullueshme. Tung. Në listën tjetër është kjo. Ajo është në listën e pritjeve. Pritjeve është ta? Dhe dëshirave. So thash mos po na jep na e farlojmë fiona apo jo. Dëshirë, jo. Edhe na kena alo më shumë, po nuk po bëhet. Hajt sot hajt nesër jena me çështë. Hey, edhe sot po dojna me i ndo 2 euro të xhirit falas nga Kosova Job në njërin prej klinikave tona këtu në vend. Kështu që nga ky moment po i presim 2 emra dhe 2 numra të telefonit. Na shkruani emrin mbi emrin edhe numrin e telefonit. Gjitha ju gratë dashura që doni me bo një eho të xhirit falas. Është muaj roz, edhe pak ditë kanë mbetë deri në përfundim. Muaji që shënon ngritjen e vetësimit lidhur me sëmundjen e kancerit të xhirit, kështu që ju lutem, pavarësisht se a jeni në listën tonë, as jeni në listën tonë, është një muaj ku duhet secilit prej jush më u bë thirrje që të bëni një kontroll edhe të parandaloni më të keqen, që nuk po duas me e thonë, po duhet me e thonë. 049-978-978 është numri i telefonit, njëkohësisht në Viber i njëjti numër është i hapur, ku po presim edhe fotot të komunikacionit, edhe 2 emra dhe 2 numrat e telefonit, edhe 2 përgjigje për temën ëndra e realizuar. Alo. Ndalini televizorin, një lutem. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Anonimja. Edhe një herë emrin? Në lezu në një provoku me ushqime juve. A ke dërgu naj foto, a? Por në? A dërgove naj foto, a? Buka. A ti e buka? Po, buka. E pse kështu? Me shpata kefe, se më prime dhe e se në rëbë që shumë një bo. Faleminderit, ju bof mirë juve. Mirja ke bo. S'di që ka të koft. Na këtu, okej. Ton kalon shpirë. Jetojme me erën. Po, ne me erën. Me lëshu kongën e mësi kreshës era. Ej, para se me shku te komunikacioni, se di që tu vogati për na i rrëth me na dërgu që u bloku, unë përdu mi të regu që me shku në aeroportin e Prishtinës, Prishtina Ticket, edhe merr një biletën me shku në Gjermani, në Zvicër, në Sloveni, në Suedi, në Luksemburg, në Paris, kudo që doni në Evropë, shkoni përmes prishtinaTicket.net. I keni biletat më ekonomike në aeroportin e Prishtinës, ku e keni të përfshirë edhe bagazhin 20 kg falas, çantë dore ekstra 6 kg, do me thonë me 26 kg se mund është me shkuar me ardh. Jo si këto tjerat që ta kufizojnë punën e bagazhit. Përveç kësaj që keni online falas, rezervimin e ulsës falas e shumë benefite tjera keni me Prishtina Ticket. Komunikacioni na thot kështu në këto momente, ka kolon pjesa poshtë vetërnikut deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Pastaj vazhdo me qenë ngarkuar rruga Agim Ramadani deri tek udhkryqi i Menzës nga komuna Jolla hapet dritarën se skrym poshtë. Kolon ka pra nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës, rruga Tirana është ngarkuar për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vogri.
Ne po presim me na tregu për ëndrrën e realizuar. Cila është ajo? Po dojna mi ditë sot ëndrat e realizume, se kena biseduar shpesh për ëndrat e pararealizume, dëshirat e këtu, po sot po dojna me u kënaq, me ndëgju ëndrat që janë realizu. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Lola nga Prizreni. Si e si kalon Lola? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Qysh është Prizreni? Mirë? Shumë mirë është sot është koha, mirë me diell, shumë mirë është. Tash është perëndimi I diellit, duket shumë bukur. bukur. Pamje, domethënë. Para mendon atje ç'është duket? Te banesat. Po, pishe këtu, po, banesat ja. Ju si jeni, si vajeni mirë? Mirë, faleminderit, për ngjyrës tini tu bon gjyrare. Jo as pak, më u lodh hec kena kohë për më u lodh. Tregon për ëndrrën e realizuar te. Ëndra ime që mu ka realizuar është një herë që e kom kriju një familje të shëndosh. Po, edhe një ëndër tjetër që kanë fëmijët e mi që e kanë arritur qëllimin që e kanë pas. Ëndra e realizuar e jotja është ëndra e fëmijëve tu që kanë arritur, domethënë me realizu. Po. Okej, në rregull. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë edhe të fola krejt Prizrenit. Faleminderit edhe ju kalofshi mirë. Faleminderit. Me tha Fiona, po s'ka lidhje, okej. Shumë sa në thomën e po. Po, mirë është. I meruje. Më I Fion, po çata. Qasja për të krethi I Çaglavicës kolone gjatë në këto momente. Ndërsa ju që në këto momente keni ëndër për me bo një veturë e cila kam ju shërby gjatë, e cila domethënë nuk kam ju lënë të mjeshtri atë. Ju duni me shku deri tek Auto Trade dhe me I pa veturat Toyota, shumë nga modelet e veturave Toyota I keni në zbritje, edhe çka është shumë e rëndësi, secila veturë Toyota del me 10 vite garancion, 3 vite asistencë rrugore në krejt Evropën, që është shumë e rëndësi edhe kjo. Edhe me u kënaq me një super vetur, me bo ëndrrën realitet, e sidomos për ata që I duhen veturat shumë, edhe që kanë ndoshta njanin prej modeleve të Toyotës ëndër, mundeni me shku me marr me super zbritje tek Auto Trade në Çagllavice keni atje, është një shenjë e Toyotës, edhe mundeni me u ndal aty me I bëni test drive dhe me marr më shumë informata nga një super staff atje. Çka po thojmë? Po thojnë që ka kolon pjesa poshtë veternikut edhe për tek rrethi me flamur që vazhdon kolona tutje, por edhe po mbetet me kolon deri tek rrethi I ambasadës amerikane, hyrja në Prishtinë me kolon tani nga kazerma Demi Ashari tutje deri tek udhkryqi I katedralës Fion, për ty dhe për të gjithë ata që janë në vetura. Shumë faleminderit. Nëse veç dashte me ditë, okej, pas ka shku telefonata. Ëndrrën e realizuar, po e presim ëndrrën e realizuar. Po dojna me ditë se edhe dy emra mos harroni. Dy emra për Hoxhirit. A pishes që ku marrume përsëri këto. Edhe diku 3, jo të pa realizuar. Realizuar. A ndrojnë atë se po më shkruajnë. Jo, po duhen me dëgju për ëndra realizuar. Kemi qef kështu me qenë pak më pesimista, me mendu veç për gjërat e negative. Ana ju bojnë atyre të ngon veç për gjëra pozitive. Thash është një rikujtes, një rikthim në senet që janë realizuar, në ngjarjet, në përmbushjet tona. I harrojmë. Po, bre, Adin, e kum pas sonë. Hajde tregom ti, a ke mendu për ëndrrën e realizuar derisa unë ta shtrova pyetjen? Una? Po. Po të kallzova ëndra realizuar u kry për mua. Po, a e ke mendu? Po shpesh e mendoj. Po dhe falenderuz çdo mëngjes. Ha? Çdo mëngjes e falenderuz. Tjetër gjë, normal që e falenderuz. Po, çajo ka qenë u kry ajo. Po radio. A është ëndrrë realizuar? Çre, kjo është dashni, tash çka mi thon s'po di, është kjo një farë. Është një farë ëndra. Nashta këto e jetojnë as çdo ditë. Se ndoshta nuk e ke ditë. Unë ndoshta nuk e kam ditë. Ose e kom zbulu po mendu, po ndoshta nën vetdije, gjithmonë kom pas qef me punu në media, me qenë para ekranit, me komuniku, edhe ndoshta gradualisht u realizu ëndra, po unë nuk e kom ditë. Ata një vetdije. Ç'a telefonatë? Sa bukur. Alo. Kush telefonon? Rob, prej nga Punathir? Nga Lipioni. Nga Lipioni. A keni që kena bu plan me ardhë mesimin Lipjan? Veç nuk kena tu I ditë kur. Mirë se vini. Nesër, edhe dje tham që ashtu. Rob, ëndra e realizuar, cila është për ty? Nesër e lam, po. Ëndra jam është nipi mu ka regjistru në fakultet mjekësisë në Zvicër. Në Zvicër, bravo. Nipi ta pas ka realizu ko gjani farë ëndrët mirë. Shumë, edhe 2 vajzat në kanë kry fakultetin, po nipi më ka gëzu mas shumë. Do me thonë, kur gjë në kje gëzu për shkollimin e vajzave, çka të ka gëzu nipi? Nipi më ka gëzu se zdi, po qoj për gëzimit. Ani se mirë është me qojt për kësisane.
Shumë mirë. Shumë ju. Kisha dashur edhe për vajzat me pas ka kryer edhe gjimnazën Gjevdet 2 në Prishtinë. Shumë mirë, suksese. Në çfarë drejtimi në mjekësi të përgjithshme apo diçka? Mjekësi. Nuk e di tash se Sa ti nuk e di që funksionon ashtu sikur të na ndryshe. Faleminderit shumë se po të më kallzoni punë. Specializimi mandej është diçka tjetër. Me mjekësi, çështo mjekësi. Përshëndesim rrap, faleminderit. Gjithtoni doktorit e përshëndes shumë se besoj që më bë më dëgjua dim për kanë kam fjalën se s'po duam përmend. Një stomatolog. Edhe ja bën baba. Nuk nin se nuk është nuk është po se e di që jo tjetër është kë. Okay. Se një ka stomatolog nuk e njeh, ma hall kum pas ma hall vjetër. Edhe ka pas një televizor aty e di që na përcjell. I kishte thënë baba po në doktor, kështu a di mjekësi. Ka thon po veç shko bën në doktor, a den. Edhe ky shkon regjistrohet në fakultet, edhe shkon e vet çka ka të lirë, thot valla veç stomatologji, se ti trokon skena vende të lira, ky regjistrohet. Kthehet, kur kthehet te shtëpia i thot baba, a djalë jam u regjistrova, tha po u regjistrova. Ku bab tha stomatologji na i san për stomakun atë. Edhe kur shkova i poshtë vën, pasi se ku marr vesh deri atë ku jam regjistruar. Nëse tash është një, po na është një prej stomatologëve, kirurgëve më të mirë që kemi në vendin ton. Edhe që e përshëndes shumë, e di që më bëu më dëgju, se më pa tregu çto, edhe a din kur te kia të parë tu ferin këtu në fal a din. S'më shans me kesh, o jak ma thash let kesh jote. Sa më dhëm stomaku. Po më dhëm stomaku. Më dhëm stomaku pastaj. Alo, përshëndetje. Alo, telefonata. Okej. Viber, përshëndetje Viber. Jo, je, veç fal. Ajo ma? Po, drejt për drejtje. Quna punta se kesh rot. Okej, ullo ka dal. Hajde gjyshe. U të të mirën me atë gjyshe. Ka dalë, mos jep zor me të parë. Që s'di mu qunë jaun, jam me mjekësie kështu përgatitën. Ju përshëndes. Edhe na ty të përshëndesim. E keni një temë shumë mirë. Fiona e ka zgjedhur për çata. Fiona e ka zgjedhur. E më gjyshe me di çka ka ndodhur më herët. Po. Më gjyshe. Më gjyshe. Milion familjen e këtu për dijet, më se harru ato. Po. Unë në ondër, unë kam shumë ondra të realizume. Po një. Ondra ime që është realizuar shpirtën zemër, është me 13 maj vitit 99 që kur jena këty për maj zi. Edhe kemi nesh aty aty dhe theshin për 10 vjet na qesën njerëz nuk kthehen mo. Ajo ondër që e prista unë ju lutja Zotit moralizua dhe edhe në tokën e djegun dhe shpit temën e bërë temë, ajo është ondra e realizume. Okej, shumë e mirë gjyshe. Faleminderit që na ke thirr. Tungi, miru dëgjofshim, kalofsh mirë pas një pasditë të mrekullueshme për ndryshe. Nxën ekranin edhe merr rënjonën prej pakove të IPCO-s, sepse ju që jeni me para pagë keni tip mini, tip super dhe tip max. Kjo tip max vjen me 500 minuta, 100 SMS 15 plus 15 GB internet që vlen në ballkonin perëndimor, tamam mushtri. Tip super vjen me 300 minuta, 100 SMS 8 plus 8 GB që vlen ballkonin perëndimor dhe tip mini përfshin 200 minuta, 100 SMS dhe 3 plus 3 GB internet. Për me aktivizu njonin prej dyqaneve të IPCO-s ose në rrjetet sociale mundri me marr kodin për secilin pako veç. Mu kujtoni ëndër. Merë telefonatën. Bëra nostalgjike tani. Alo, përshëndetje. Tash ta tregoj. Unë live tregoj unë krejt. Alo. Ju lutem dalini televizorin kur na telefononi. Shkojna te Viber. Alo, përshëndetje. Viber është gjithmonë e sigurt. Po, sigurt brejoz, po nejse. Qysh je? A je mirë? Hej, mirë, po, kur shkes me ju, bre. Faleminderit. Joz, na jo ndër të realizume, a ki me nda me neve? Hej, kom thonë disa herë, po a pet s'ko me lonë pa e thonë, se me dhe të e thonë, nuk ose ju rej, unë është të radio dhua. Po? Po, se kish me mundësin, atë sukur e kemë sëllë, me pas me internet, ku të cish, dhe shka shqip, për mu konë gjithmonë që kjo. Besëmni. Po? Me pas mundësi... Se jem të gjujt cimin me faculeta se po na bën zhurmë. Gjuj pra. Po na bën zhurmë cimi. Do me thonë me pas një radio shqip, me pas mundësi me dëgjon një radio shqip në Gjermani. Ai në Gjermani, do thot me kamion jesi vetëm aty, vëresh, shtresi, ai kjo. Tash mos na i lëneve meritat, nëse aplikacionin e kena bë, po rnoft interneti. Ja, po ja. Po veç pa e bona interneti sa dush.
Po çaja është unë. Bravo bre Joz. Gjithmonë me vërtet jesha apo bohet nuk e unë se kum para minuta. Edhe na vetë që jena i në të se këna para minutë që shikash shpejt vjen koha do me thonë me dëgju ku dush në botë kush dhenë. Tajlon. Kjo është me vërtet me vërtet mu gjithmonë androjsha me pasë isha su se kum bo men se vjen kjo. Po isha me pasë. Dhe ja që erdhim. Besa ta shka dhe shumë venet e Evropës, një prej tyne po më kujtohet në Zvicër, që ka dhe radio që transmetojnë, do më thonë, në DAB, jo në FM, që transmetojnë Shqip kam program, do më thonë, është radio shqiptare, Alb Radio nëse nuk ka bëj, e që i përshëndesim nëse veç Adim Pahiri janë të në ndëgju, dhe që më vjen shumë mirë që mund është me shku edhe me Cyrihot me ndëgju një radio Shqip. Edhe në Kopenhag, kur kom qenë në vizit, për mes familjarëve, e kuptova, po normal, e kuptova që edhe atje ka frekuencë SIM. Një radio që mirëbohet nga disa shqiptarë. Po ata shumë qef me shku me vizitu, po ke koha tepër e shkurt edhe ke vikend edhe nuk do më thonë ke pa mundur, po diqy shumë u gëzova që ka shqiptarë që transmetojnë edhe flasin Shqip midis Danimarkës, midis Kopenhagës. Shumë e mirë kjo. Që kjo honë me të vërtet, sinqerisht. Na vjen mirë që është realizu për ty për neve dhe për krejt. Faleminderit Joz. Edhe unë vjen mirë se ka kësi mediu, edhe ka kësi njerës si ju, me të vërtet se njerës se bojnë ma dëshme. Normal. Njerës se bojnë gjithmonë muni mirë. E vërtet është. Edhe njerës si ju që do më thonë jeni pjesë e emisionit. Rriba interneti këtu. Edhe që na vlerësoni në këtë mënyrë. Po. Se me dëgjuti në radio, okej, në rregull është diçka krejt tjetër, po me vlerësu dikën është halova tjetër. Në këtë mënyrë, është krejt diçka tjetër. Te këtu prej Kosovë për në dëgjoj, po a besoni se ka një shije pak madhryshi? Po, normal. Normal, po të kuptaj. Ati është, Nanin ma shije, një është pak, je pak ma emocional. Na vetë kur dalim jashtë Kosovës edhe ngojna Glam Radion, do më thonë a vjen pak ma ndryshe, edhe është kuptohet aja farë pune. Faleminderit shumë për të përshëndesim edhe për më shokin. Se një ndikon të folë në Prishtinë, kështu në Ferizaja, dhe puna e komunikacionit, për ata që në të në ndëgju, e patëm një telefonus, një mesazh dje, ishë ma larkë që tha, sa vishë që po folë për kolonën, tha se po ma jep, tha pakat pamje në kryes qytetit, po më me paramendu që është kryes qytetin në këto momente. E nej, se për juve që dëni me paramendu dhe me ditë në këto momente ka kolonë qasja për të rrethi i Qaglavicës në drejtim të Prishtinës. E ngarkuar është edhe pjesa nga Vetërniku për me shku tek rrethi duplex, vazhdon kolona deri tek rrethi ambasadës amerikane. Hyrja në Prishtinë me kolonë po shihet nga AKI atutje deri tek udhkryqi i katedralës. Këto janë informatat që kanë arrit deri në këto momente që ne po vazhdojmë po presim edhe informata tjera. Përndryshe për juve që po pritni për me marrë atë kondicionerin më të mirë që ka inteligjencë artificiale që ju kursen më shumë 30% energji elektrike, duni me zgjedh kondicionerët nga Midea. Dhe për çdo blerje të produkteve Midea ju futën një lojë shpërblyese për një veturë elektrike BID. Alo, përshëndetje. Rifadi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma edhe ty, kush ka telefonu? Në është besë është koha ta. Ju telefonon Gjyshja nga Dardania. Gjyshja nga Dardania, apo? Alo? Se tu nalë diçka po thirë dikosh bre Gjyshe. Qysh je Gjyshe, a je mirë? Po Gjyshja të Gjyshet. Mirë deri dikun. Mirë deri dikun. Deri ku i bjen kjo deri dikun pjesër? Përshëndetje dhe Fionën. E përshëndesim edhe Fionën, po të përshëndet Gjyshja. Faleminderit Gjyshe. Hajde tregon për ëndrrën e realizuar Gjyshe, se s'po të bën telefoni mirë, sta pas ka ndresh internetin. Hajde. Ëndër e realizuar është që djalin gjatë periudhës së luftës 3 muaj ditë e kum pas të humbur, pa ditë informacion për ta, a është gjalla nuk është, a ditë që i kum botë muaj ju minë Kosovë, ju më këthy nga Shqipëria, e kum gjetë djalin në hymjet banesës, e kështu që për mua njetë ëndër realizuar nuk ka. Okej. Gjyshe, po të përqafim, po të përshëndesim shumë e pas një pasditet mrekullueshme. Edhe ju kalofshim mirë, Tom kalofshim mirë. Përshëndetin, një emision shumë i qelluar. Shumë faleminderit Gjyshe, Faleminderit, shumë faleminderit. Po kom qef mund thira i pi Belgjikës Fion. Se dia për apedim për kom po thëm. Për? Ai që ka kop lotën. Shqiptari Belgjikës me thonë, ëndra realizume u konë që kjo e kum kop, mës ta kalzoa sa më nas mjemen, as kur gjo.
Vesh mu isha me ta marrë numrin. Edhe me na kallzu domethënë qysh unive në ato momente. Shumë shpesh më thon kom shef mund thirr dikush që ka fituar lotën në Evropë atje. Ose që ka përjetuar në ndryshim të tillë të papritur, domethënë. Po, u çu veç kur e ka pa gjithë llogarin. Po, tu goksu, apo. Unë thash që kom pas një ëndër si fëmijë, edhe besoj që çast shumë që komendu për ta, kom besu për ta, edhe u manifestu dikur. Nuk e di au kon ajo energjia jam, dëshira jam e madhe, po është realizuar. Ka të bëjë diçka me komplet familjen, jo vetëm me mua. Okej. U realizu diçka që edhe sot çuditën domethënë njerëzit. Po më mon shef dosane, çtu ka dal ka më shel. Jo si fëmijë, jam njoft fëmijë që i kom ëndrat e çuditshme, edhe të realizueshme, ha? Edhe të realizueshme, edhe kur i kom treguar në familje që kom pa ëndër diçka të caktuar. Edhe ka dal. Jan tut. Jo, jan tut sa kom fol për ndaj ëndër se kanë diçka që është e mundshme me u realizu. I ka theu inshallah së më shekon. Ama të kom treguar që duke u rritur pastaj kom nis me pa ëndra aksion edhe mo. Shkoj manifestimi. Jo, kështu mos po më pa ëndër që aty në Belgjik si ai. A? Si ai, po me tabelën kështu. Edhe ti mundësesh, po jo se dale kundër ta. Ja, për mua. 038 220 Delti Swiss Diamonds që s'ma ke realizu ëndrën me boni Japanese head spa. As që ato se ke bo. Jo me këta e bojnë, as të marrë ato. Kom thonë emision disa herë që kom qenë, se kanë qenë domethënë. Nuk janë kënd të vërteta. Po, domethënë është një ëndër e para realizuar, shtinet ajo lista e temës tjetër. 038-220-000 numri i Swissit për ju që doni me përjetu një Sunday brunch të djelave me familjen, me kolegët për shembull, me organizu një Sunday brunch shumë nice, me shumë Swiss Diamond, ose të premten me shku me dëgju muzik live, me bo me një festë të vogël, ose me rezervu sallën për fundvit, për me festu festat e fundvitit për shembull me kompanin, ose naj dasim, ose naj fejës, ku me di çka lindër atëherë. Kështu që shkoni në Swiss, përveç kësaj e keni edhe. E drejt për ty e kam. Kështu që shkoni e rezervoni prej tash sa su po ma vonë. Okej. Endrit. Hello Dyshja, ka ardhur një mesazh kështu. Do të lezu. Hello Dyshja po thot, okej, KLM se i ka on se sot e kam ditëlindjen. Kush bre? Teni. Urime Teni. Urime Teni. I gëzofsh edhe shumë tjera të lumtura. Adin, hello Dyshja, okej, i ka se s'kom ko, sot e kom ditëlindjen. Çështo vllai. Çështo vllai duhet. Alo, përshëndetje, Kimetja nga Austria. Hajde, Kimete, çushje? Mirë, faleminderit, ju a jeni mirë? Mirë, faleminderit për mrekulli. Ku pre Austrisë? Austria është shumë e madhe. Austria që të te Groci, nga të Groci. Afër Graz. Okej, është bukur, kam dëgjuar që është shumë bukur. Bukur është, shumë mirë është po. A kemi pas donin duket? A ju aj në Vjen ka qenë, në Vjen. Kimete, ëndra e realizuar, cila është për ty? Po, Fjuna, ëndra realizuar gjithë ka qenë, edhe u realizu që t'jeme punësuar. Bravo, faleminderit. Bravo, faleminderit shumë. Tregom kur është realizu kjo ëndër, edhe çka të ka pengu deri sot për me mri këtë ëndër. Po, para lufte, vetëm 8 vjeçare në kom kryen shkollat mesme s'kam shku. Tani prej luftës do lëm në Austri, tani me se qirva këtu jënë pënsu, patent shoferin, veturen, edhe që kjo konë gjithë andra mi, jemja konë qysh pej 15 vjetë, tash i kam 55 vjetë. Mbjen mirë shumë që e përmende se ajo nuk është e diskutueshme pavarësia financiare e gruas që është tejet e rëndësishme, po dalim edhe të ajo tema tjetër, mandej që unë e kom thonë shpesh, që pavarësisht sa e dojmë Kosovën, pavarësisht sa e dojmë vendlinjen, është mirë me qenë mirë njohës edhe vlerësues edhe ndaj shtetit që t'i ka dhonë këto mundësi, që t'ka punësu, që të ka ndihmu, ka shty për parat, ka mbështet për me i realizu këto ëndra. Kimete, faleminderit shumë. Ko përse Fjuna dharë se mjë përshëndet. Faleminderit. Po ço që je emocionu, faleminderit shumë. Bashkë po m'vjen mirë do më thonë që dulëm tem, edhe që përdikon definitivisht. Pashune, ndoshta jena tu e jetu, po nuk jemi tu e ditë. Sakt, mundet me qenë një vend i punës, përdikon, një vend i punës. Edhe përdikon mundet me qenë edhe patent shoferi, përdikon, më thonë, do të që si andrat vogla që në realizu e që Fiona ka përselit 7 herën e 8, që do më thonë i harrojna, i lojna që atje. Është një arritje e vogël këtu, një arritje e vogël aty, një arritje këtu, edhe kur i bën bashk, komplet, e bojnë një ëndër të realizuar. Nashta edhe ti ëndër e realizuar? Po. Për radion? Po. Për kolegët? Ka njerë që ndrojnë me pas, kolegë mirë, kolektiv mirë, atmosferë mirë. Që kjo është e vërtet,
A mo kësoj s'di çka i ka. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër para se me shku deri në Olbi Moll. Kesh në rreshta tu kallëzosh e komandër, alo e paralizume po nejse. Kush, jo, kallzom. Kush na ka telefonu ti? Kallzom. Kush na ka telefonu? Nuha. Hajde Nu, si kalon? Mirë me ju si gjithëherë për Marak. Po më vjen shumë mirë. O Nu. Jeni të mrekullueshëm tim. Faleminderit shumë. Klum goja. Ëndër e realizuar? Ëndër e realizuar tim kur kam marrë para 35 vite, ka qenë me bon një shtëpi në Gjermani dhe kam realizuar atë, kam bletë që shkom pas qef. Do me thonë e ke realizu që s'baronre. Po. Edhe tash je okej, në rregull. Tash jam okej, edhe ja 5-6 vjetë, pension tim. Edhe me shiu shpinë tani. Kishe 5-6 vjetë e paguje kry, po... Jo, me kum pagu shumë. O, ta një fshat të mirë, Nu, Bravo, Nu. Përshëndesim, përqafim, kalofsh mirë. Hajde shkojna bashkë në Olbi Moll. Hajde, tung. Crazy në Klam Radio dhe KTV. Po rikthehemi në Klam Radio dhe në KTV me një informata të rreth komunikacionit edhe po ju presim në telefonata për para prakisht edhe njerë për ju rikujtoj se Petrol Company në Fush Kosovë ka benzinin dhe dizelin 1.19 për litër. Për juve që s'na keni dëgjuar më herët, ju tregojmë se po vazhdon edhe loja shpërblyese për çdo rimbushje të makinës në vlerë më shumë se 10 euro, merrni një kupon 22 kupona 33 kupona e tutje, edhe kështu mundeni mu bo fitues potenciali asaj superveturës. Çe telefonata se na ka prit shumë. Kesh. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Qa thash? Përshëndetje, me këpo flasë. Jo, si jam ljullë. Enis, a je ti? Jam ljullë të kolluën me jetë asot të ndite. Çka ka ndodhur pas ke dalë me veturë të da? Jo, në Prishtina. Bashta mi thonë që edhe kënej kolluëna është. Jo, më çfarë, nuk është e vërtet. Enis, ëndra e realizuar. Atje s'ka kolluën, ka shtau. Ka shtau. Shtau sa du. Qështë, nuk po të isha se ta që kanë bo në ka orë një lajmërim, më thonë edhe munen edhe vozicat me të fotografu ti me telefon, edhe të vjen dhe një. Edhe me të raportu, okej. Edhe atje pas ka vrojtues të komunikacionit, a? Në qitë ko është shumë fjunë, se është koha kur shua njerës prej punë e unë e banem qytet, dhe me honë të ko prej shumë. Edhe të na paka shumë funksionon kjo, ka shumë të qytetarë që raportojnë ngjarje të tilla, i dërgojnë fotopolicisë për te kalime, për shkelje të rregullave të tjera, që kanë rezultuar me dënime. Po, i shkon mirë, pak më shpesh. Një dënim se mo kur. Hajde tregom ëndra e realizuar, cila është për ty. Tani më duhet të tregoj edhe një njoftim në mas e përmenën policin për disa emaila që kanë bërë thirrje policia për me pas kujdes qytetarët. Ëndra e realizuar, cila është për ty? Jo, dihet që unë e kam djalin autek. Po. Edhe unë s'kam menu kur njët djali me më punësu në jere. Okej. Po, ditka drejta, lema për me më punësu që asë që e kam menu atë punë. Okej. Edhe ndodhe? Edhe ndodhe kjo, dhe me thonë e kryti shkollën, edhe tash është punësu me një spital, kështu që... Do më thonë, se shumë e rëndësi me nani ata që ka jetu thonë ti. Enisa vesh një përmbledhje të shkurt, a bën Enis? Një përmbledhje të shkurt të biografisë. Enisa ka ikë nga Kosova për me gjetë trajtim në Gjermani për djalin. Edhe tash jeton atje. Edhe që dhe me thonë për trajtim djalit, edhe si ka marrë këto me nërë mas 2 mujve, djali ka fillu mësimin, 10 vjetë ka vazhdu në shkollë. Okej. Në qërshor e ka përfunduar shkollën, praktikën, krejt. Po. Tash është punësu në spital, këtu i thojnë diagoni, dhe më onë me emën. Po. Në punëtorit spitalit,
edhe punon me do farë, tyve nuk e di çka ishin ato. Ishin do pajisje, i pash do pajisje që do të me i montu do pajisje të vogla. Okej, me i bogati për shfrytëzim. Si do që tjetë, është punë. Është sen shumë i mirë, se do më thonë e kanë inkuadru për me pas, a është dikush që kujdeset, dikush që i rrin afër djalit, po du me ditë. Asistenca ka. A ka asistencë në punë? Ose a ka nevojë me pas Arsem, për këta që kanë fëmijë autik e din gjithë këta. Për ata po ta bëj pyetjen, prej informatave. E kanë do me thonë këtë temen, po këta janë shumë zgjut, mjafton një herë me mja gjetë çka, sakt. Me gjetë, po, çka qyshtek, edhe ti mos ka nevojë kur gjë, do me thonë me ndihmu. Mirë, po me gjithat, aty kish asistenta, kishin ata punëtorët aty në bikëqyrin e krejt. Po, jo për punë, po sigurisht ndoshta për rehatin emocionale, për shtatjen me ambient punës, se këto me siguri aty po. Pak ju këshin shkyj dikon trinerkat edhe shoferi kambit me njerë ma qeni mesazh ta kështu ka ndodhë, thash që unë për 10 minuta jam aty edhe shkuva, dhe me thonë që të na me konë dështë ta i shku edhe këti shkyjmë që ashtu në shpe, edhe si kish interesu kërkujt. E një snap mas pari Kosova, mas pari na në Kosovë e kemi problem me regjistru fëmijët në kopsht publik pa asistencë, sepse komuna nuk ka mjaftueshëm asistent për me asistu numrin e madh të fëmijëve që janë me autizëm, me sindromën Down apo edhe me ndonjë ngecje tjetër në zhvillim, çka do të qoftë, domethënë na nuk kemi asistent për me regjistru fëmijët në shkollat publike. Besa duhet mi pagu prindrit detyrohen me i pagu, me i dërguar më spari në shkolla private, edhe ekstra me pagu asistencë e që të ardhurat mujore nuk edhe unë e kam pasat fat mirë, po në gjithat unë e falenderoj se unë dhe me thonë nuk kam pagu këtë për 20 muaj rresht, edhe unë e falenderoj shumë ato terapiste, dhe me thonë jenë kom 2, nëse kesh vomja për në nëmnin. So në prej disa informatave që i kam, dhe me thonë, duhet mu pagu, edhe ka prind të cilët paguj. Nuk ka numër mjaftueshëm të asistente, që aty është problemi. Komuna ka ofron pabagesë, por s'ka mjaftueshëm. Enis, po besojmë që kanë me marrë shembull këto që ka e the ti, edhe kam na dëgju dikush, edhe që me mujt me inkuadru në për vendet të caktume mas pari për me e zbulu bashkë që shë ti që ka talent, edhe masanej me inkuadru edhe se besoj që përveç për ty si prind që është mirë shumë edhe për ato, kështu që po më vjen shumë mirë që dëgjova që t'lajmë. E nisë për shapojnë shumë. Arsim qëre, atje as nuk ka fillu me bu diçka, dhe me unë për shtetë e kom fjallin, se prind jash zakonisht shumë. Mirë po shteti do të me ndërmorë. Ndëgjojnë edhe thojnë, hajde të qohëm të bojna një punë të mirë, të menojna me bo një punë të mirë njerë për komunitet edhe për këtë pjesë njerëzve. Ka pas disa premtime në disa programe që ka dhe pas ndryshime, po ta shohim tash. Nuk po du shtylla elektrike, po du shta njerëz. Qka punon djali edhe qka je ka postu. Po e kom pa edhe të komentova ditë, po. Sa prindim ka shkru, sa prindim ka bu pytje. Qtash nuk jena zgjedhja, kësi e shtjes zgjedhore. Po që t'kallzoj diçka e nisë, dhe më thani, kur i kum ledzu këto programet e kryetarve të kandidatëve për kryetarët komunave, më thonë nuk e pas gjana tilla të cekuna, dhe që dhe është ju shkon mendja dhe me thonë, o s'po maraj këto, s'pe maraj ato, po du më marë 4 vjetë për qëtë pjesë njerëzve, edhe po du më jau mi andresh kushtet për këtë kategori, unë s'kom po, edhe që besoj kish me qenë shumë interesant, kish më thonë ka dul kë, nese, mu se merë një tash, vonë është. Unë ju përshëndes, unë e veç dashta me ndohë dhe kompost. Qau, tonë kalëf shmirë. Falimderit. A u edhe ju përshëndes, ju rejtë gjithira. Do me thonë prej votimeve të para, hala që u desht me zgjedh na një kryeministër një qeveri, hala nuk është zgjedh, ka erdhën zgjedhjet e dyta komunale, hala jemi në votim, dojnë me orë të tretat, do me thonë, na jemi hala në numrim, jemi pa, nuk kam koment. Na vazhdimisht në falcim, veç edhe qëta ishta me thonë, jemi vazhdimisht të fokusuar në integrime, do me thonë në Evropë, në këne, ane, qa mi bu kësoj kategorijet njerëzve, që shmi integru këta? E shoqëria jonë brenda këti vendi, që nuk është integruar në shkolla, në kopshte, edhe nuk është veçenisa, ka, do me thonë, e kam një informat shumë sakt që para nëse zgaboj një ose 2 muje një nan e ka marrë rrugën e njëjtë për fëmijën e vet për arsyen e njëjtë domethënë edhe që thash po nuk është po jo është mirë temë mu diskutu ato debatet që i bënin për si sa ne vremi bo
Qa kesh të thonë, po në Rubin kush dënë me shku me bo një dhurat mirë me knash vetën, ka stolisht muaratarit, ka dhe linjën e diamantve, kështu që shkoni të Rubini edhe e knash një pak vetën. E fundit telefonat shumë shpejt se kaloj, do me thonë, po mëse e pranova pe pranojna. Alo? Ani unë e shpejta, ku, pas kum ronë telefonat shpejt. Ja, pas kum ronë telefonat shpejt. Hajde ashtë të kësor dëshira e realizuar, ëndra realizuar. Endra, qërë, unë ku pa por një ondër njëherë, mi pa të morë, ja pa të adhon një orë do por e bërsh, e s'mu isha kërqysh mi amor, mo. Besë më bëhat bo smut, me në fund e kom realizu se e kom po dhe njëherë ondër e amurra. A vish ondër e ke po që ja ke morra, po? Po, ondër e pa të adhon edhe ondër e amurra. Mirë është edhe ashtu të vjen mirë, po e vërtet është. Ondra e realizuar e jam është kjo. Unë kom shumë ondra realizume, po një që pëtë me cek. Unë e kërë lezeqa shumë libra, kom lezuar një farkuar shumë libra. Po, s'leza shumë se s'ban, po? Nishim ko për lezim. Po? Edhe buks s'kom omër pa lezu. Edhe tash, po informacionet më dokshin pakta. Nuk më isha me morë informata ashtë të dojsha. E tash për më doket më ka realizu ondra se gjithande informata, gjithande informacione, këtë visha ki qef. Visha ki i bullet me morë. Dëmon, kjo është ondra realizume, dëmon, ti je informum sa dush. Qasja në informacion, okej. Për besë, kjo është ondra jam realizume, kësha me thonë. Edhe shumë prej neve. Kret, faleminderit shumë, po të përshëndesim se këshëm zgota ma shumë. A kesh shkur? Jo, shumë po nejse. Mesatarisht. Faleminderit për qofim, ka në shmirë. Faleminderit, po, s'munët pak pa e lidh. Faleminderit shumë gjithë juve që jeni shumë aktiv, edhe faleminderit për telefonatat, për mesazhet. Mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni. Deri nesër paqit plot shëndet. Faleminderit shumë edhe Jeta Baholli Hair and Makeup që ma realizon ëndrën çdo ditë me dukjen time, kështu që falenderoj nga zemra. Jemi nesër, jena bashkë edhe për një orë tjetër, kena mi zbulu edhe ato emrat sikur që ka fitu Eot e Gjirit sot falas, kështu që vazhdoni që ndroni me neve.